Murtaja është sëmundje ngjitëse dhe serioze që kap ruminantët e vegjël dhe që ka rënë në disa ferma me dele e dhinë në Shqipëri. Zonja Safigje Sila, veterinere pranë zyrës vendore të shërbimit veterinar, sqaron se sëmundja e murtajës është dyshuar të ketë rënë edhe tek delet dhe dhitë në Lushnjë, të cilëve ju morën mostrat për analiza që dolën negativ. Por ferma u karantinua dhe fermat përreth gjithashtu po monitorohen çdo ditë. Ndërkohë po monitorohen të gjitha fermat në Lushnjë që kanë bagëti nëpërmjet grupeve të punës. Në rrethin e Lushnjës kemi pasur vetëm një rast dyshimi për murtajën e ruminantëve të vegjël. U morën mostra dhe u konfirmuan që ishte negativ. Megjithë këtë neve kemi vendosur që për 21 ditë tufa do jetë karantinuar dhe do merret marrja e mostrave mbas 10 ditësh, siç është programi për pestën e ruminantëve të vegjël. Ndërkohë zona përreth fermës është caktuar zona 3 km dhe 10 km, e cila monitorohet çdo ditë. Fermat e zonës 3 km po bëhet edhe termometrimi i tufave nga veterinerët e shërbimit, ndërsa për zonën 10 km vazhdon vetëm monitorimi i tufave. Ndërkohë në gjithë rrethin vazhdon monitorimi i tufave të tjera pavarësisht këtyre zonave. Ndërkohë janë ngritur grupet e punës nga veterinerët zyrtar, policia e shtetit dhe AKU-ja, të cilat bëjnë kontrollimin e akseve rrugore për lëvizjen e tyre.